Po. Rikthehemi sërish pas një ndërprerje teknike, nuk e di se çfarë ndodhi, por për të marrë pak veten, ishte një ndërprerje e vogël, Sandri ishte teksa lexonte njërin nga poezitë e Julit. Sandri, do e fillosh nga fillimi sepse nuk dim ku e kemi lënë, kështu që sapo të na afrohen edhe dëgjuesit, ne vazhdojmë nga e para. Aty ku e le. Okej, por nuk më... Okej, atëre dëgjojmë sapo ti të... Më thanë pse vuaj, Juli Sona. Plagët e shpirtit mi qëndisën me fijari. Jo për t'i shëruar, por për t'i bërë sa më të bukura në sytë e botës. E mos dashuro, më thanë, se dashuria është vuajtje. Ata që s'dogjën kur, më mësonin zjarin. Unë jetova për dashurin, jo si ndjenjë, por si dënim i vetëdijshëm i shpirtit. Gojë të stërvitura në artin e fjalës zbrazin bubullima pashi. Duan të më mbysin shkreptinën, sepse drita zbulon. Rufet e mia s'kërkojnë qiell. Ato lindin aty ku dhëmb. Në një qytet, ku thashë themi është ligji pa shkruar dhe e vërteta krim pa dëshmitar, ku ëndrat ecin zbathur në errësirë dhe mëngjeset lindin pa pafajsi. Në një qytet, ku përkulja quhet urtësi dhe qëndrimi drejt marrëzi, ku kultura vishet me ar, por si zinxhir në qafën e padijes. Mos vuaj, më thonë, sepse vuajtja është për budallënjt dhe unë qesh, sepse vetëm ai që ndjen dënohet me vetëdije. Vetëm ai që ndjen dënohet me vetëdije. Një varg dhe një finalizim shumë i fortë, Juli, ç'ke dashur të thuash me këtë varg? Me një fjalë nuk mund ta them dot, po do më lësh 2-3 minuta që ta përshkruaj çfarë dua të them. Patjetër, gjithkohë është ajo. Në gjithë kohën tonë. Duke parë të paktën realitetin tu tek ne, po edhe kudo në botë, ku nuk kuptohet që mirësia është proces. Gjithashtu dhe dashuria është një proces i gjatë. Se ndonjëherë metaforat poetike, edhe ne poetëve, mashtrojnë. Dhe kjo fillon që me një libër të shenjtë që është Bibla. Për shembull që Zoti krijoi botën në 6 ditë, 7-ën e bëri pushtim, kjo është metaforë. Po ndërkohë që Big Bangu ka 20 miliard vjet, dielli ka 14 miliard vjet dhe toka ka 4 miliard. Pra, kjo është një, duke nisur nga kjo, nis ekzistenca e qenies. Thuhet që ne jemi plur yjor. Pra, kemi brenda yll, dritë, do më thënë që kemi brenda dashurinë. Ndërsa errësira na bën të vuajmë për dritën. Dhe kjo është ajo vetëdijshmja që më vret. Po që është po brenda nesh. Është ajo vërtetësinë që ne i kemi nga legjendat e vjetra, ne ja kemi rrëmbyer rrobat dhe ajo ka turp. Dhe nga turpi i saj, vërtetësia është rrënjosur thellë në shpirtin ton. Brenda nesh, rri aty e strugur. Dhe pret nga moment i moment që ta zgjosh ose ta veshësh me të vërtetën që i takon. Këtë kam dashur të them, edhe për këtë vuaj. Ke shumë miq edhe dashamirës të cilët edhe në këtë puntat kanë dashur të jenë me ty dhe një e tillë është, dëgjoje.
Vritini poetët. Përse i doni? Ajo duhet vallë shpirti kur merr formë. Pastaj, lërini kitarat varur në mur. S'ka më mall, as breng, as dashuri për t'ju kënduar. Mos harroni, tigjini librat. Le të bëhet llav vulkani fjala. Dhe çdo mendje që mbetet e zbrazët, le të komandohet nga çdo furtunë. Vritini poetët ashtu si meritoni. Sytë tuaj kërkojnë kamera të heshtura, pa erotizëm natyre, pa ngjyra lulesh, pa bukuri gruaje. Kam frikë, por prap do të shkruaj. Të lutem, mik, kam një libër në dorë. Më shoqëro në kitar të lexoj një poezi. Zotin e vram, më dyshë ndam, lindën mira fe. Po poetët, përse duan? Këtë se di. Por, pa poetët, Zoti mbetet pa dëshmitar. Faleminderit Merime. Shumë e bukur. Besoj e njohe kush është? Po, patjetër, po. Se ka interpretuar dhe dy poezi tjera të mia. Pa poetët, Kjo është Zoti në mbetet vazhdën pa dëshmitar. Po. Kjo është në vazhdën e asaj të dëgjuam që thamë më përpara për së vuaj. Kjo është vutja më e madhe. Juli, që mendon për poezinë sot? Sepse ti lexon shumë. Aleksandri, njeriu meqense jemi në shekullin e teknologjisë, unë mendoj sepse ne kemi të gjithë kanë këtë me vete, një celular që mbajnë në xhep. E kudo, pa të nuk rrin dot. Por pak e din që mbajnë gjithë botën brenda. Dhe tani varet se çfarë zgjedh ti nga bota. Është zgjedhje. Këtë mendoj. Nuk e di. Isha i paqartë, po unë kështu mendoj. Jo, shumë e qartë, po mesazhi është tepër filozofik. Unë do t'i kërkoja pak ndjes dëgjuesve për shkëputjen e mëparshme kemi lënë më njanë pa lexuar edhe shumë mesazhe të cilat ishin ende atje, por do të kemi kohë që ti lexojmë gjatë kohës që mbaron emisioni dhe të sill në vëmendje dy mesazhe të tjera që sapo kanë ardhur nga Bukuria Maloku. Sandri? Ju përshëndes shumë për këtë emision kaq të bukur, veçanërisht të përshëndes nga zemra Julin. Unë në fakt i gjeta edhe mesazhet e mëparshme që kanë mbetur. Meriem Cerriku, mirëmbrëma miq që sillni gjithmonë, ju uroj për emisionin. Më pas dhurata Andoni Çela, Rrugë të mbar librit tuaj Senada, pastaj Margarita. Në poezinë e Julit ka shumë filozofi dhe mesazhe të forta që duhet të dish ti lexosh. E përgëzoj dhe ju uroj shumë suksese në mbrëmjen e sotme. O Sander, thot Margarita, në letrën e Julit mund të ketë edhe pak fantazi. Nuk do të thot se gjithçka është e vërtet, mendimi im thot këtu. Është fjala e debatit të letrës që diskutuam. Megjithatë Margarita ka ardhe dhe në një formë tjetër për ty Juli. Sinqeriteti është fëmia që u harrua brenda njeriut, duke pritur të rritet në një botë që se pranon rritjen. Sinqeriteti
nuk di të gënjej. Prandaj hesht në gojet që shumë flasin. A i kërkon shpirt, si zambaku dritën, si bleta kthimin, si fëmia nënën. Të gjitha kërkojnë me një ngulm të verbër jetën, dritën, ekzistencën. Po njeriu, a i mëson të mos kërkoj, që të mos zhgënjehet. Faleminderit Margarit. E provova dhe këtë zhanër të letërsisë, ë? Po i bëj pyetje. Një artiste e kompletuar tashmë, ka eksperimentuar dhe provuar veten në të gjitha zhanret e artit. Artit, se ta letërsisë ndjes. A mund t'i jap një mesazh të shkurtër Margaritës? Patjetër. Margarita, poete dhe mike e dashur. Kam 40 vjet që shkruaj. Dhe kam shkru për çdo gjë. Për të shkuarën, për të tashmen edhe për të ardhmen. Kam prekur temat të forta që shumë poet me emër nuk i kanë prekur. Dhe nuk kam pas frikë. Edhe si pas tehet, unë duhet të bi në atë banalitet që të mos kuptoj se si shkruhet një poezi. Të përshëndes. Ndoshta ka një keq kuptim nga ana jote, Sandri, për sa foli Margarita. Me atë që lexove ti jam dakord me kaq. Me atë që lexove ti. Dakord, kalojmë në përshëndetjet e radhës nga Blerina Plumbi, urime dhe suksese emisionit dhe të ftuarve në studio, veçanërisht Julit. Margarita sërish shkruan faleminderit që më dhatë mundësinë të lexoj poezi nga Juli. E ky emision në fakt këtë vlerë ka që rrit miqësitë dhe komunikimet midis poetëve, midis artistëve dhe midis sensibilizimit për një tolerancë reciproke në gjithçka që mund të lindi edhe nga keq kuptime të vogla, por janë gjëra kalimtare. Unë mendoj që Juli është simboli. Shko, Moza, më fal. Moza, jemi dy moderatorë këtu dhe jemi, si thënë italianët, adulti e vaccinati. Patjetër. Dhe ne i dim t'i japim edhe përgjigjet edhe atë, nuk ka nevojë dhe më thanë të kalojmë në kanalet të tjera. Çdo njeri ka opinionin e vet. Pikërisht, dhe mund ta shprehim gjithë secili opinionin ton. Sepse po flasim për një temë poezie të cilën e diskutum. Nuk jemi duke u marrë as me luftën e tretë botërore, as me OKB-n dhe as me problemet e NATO-s. Po merremi me poezinë. Çfarë mbetet më pas pasi shuhet dialogu, pasi shuhet biseda? Juli, si mendon ti? Çfarë mbetet pasi lexohet poezia, pasi mbaron një diskutim? Çfarë mbetet pas? Jo vetëm poezia, po çdo lloj forme e të shkruarit, kur një lexues e lexon dhe ndjen një kënaqësi, është shumë mirë. Po kur e lexon, ndjen kënaqësinë, edhe fillon bën pyetje pse, atëherë kjo është një kryevepër. Pikërisht. Juli, jam shumë kurioze të di nëse arrin ta përmbush poezia sot në njeriun modern atë boshllokun shpirtëror që krijohet sot në këtë jetë frenetike. Duhet kërkuar. Si mendon ti? Duhet kërkuar. Se ne e kërkojmë
zakonisht fati në qiell, por ai ndodhet brenda nesh. Që e vërtet. Okej, atëherë unë përpara se ta mbyllim programin, Mund të them diçka? Mundem? patjetër. Një Patjetër. përvojë jetësore nga ana ime. Unë kam punuar rreth 10 vjet si punonjës sigurie i brendshëm në një bank, nuk po e them emrin, po shumë të fuqishme në Shqipëri, po në Elbasan. Dhe ajo në ato vite që isha unë, kishe shumë njerëz në radhë që prisnin për të bërë pagesat e tyre. Dhe shikoj një djalë dhe një vajzë, mund të ishin ke 17-18 vjeç. Edhe e pyeta si gjithë të tjerët, po ju çfarë veprimi do bëni? Ato më thanë që të bëjmë një pagesë për teatrin Skampa. Pse? Sepse ne si shkollë do të japim një shfaqje për poezi nga vetë nxënësit e gjimnazeve. Por do ta marrim me fjalë sallën e teatrit Skampa me qira. Dhe të bëj pagesën se bëhet në bank. Nuk e thash veten, desha ti kapja të dy, ti puthja ti përqafoja fort për atë, vetëm për të fjalë që më dhanë. Për atë gjest. Bëra një veprim tjetër që ato se kuptuan që pse i ndihmova, se nuk i thash që unë jam një poet. Jo poet, po që një njeri që dashuron poezi. Dhe i ndihmova në formë tjetër. Thjesht më dha një falënderim, po që unë nuk shijova falënderimin që më dhanë ata më shumë se ajo që më thanë që do recitojnë poezi. Juli, unë e njoh atë botën tënde shpirtërore dhe atë bollokun tënd shpirtëror dhe gjithçka të bukur që ti ke krijuar në fizionominë tënde si njeri së pari edhe në gjithë krijimtarinë tënde që manifeston veten tek poezia jote. Nëse do të gjeje një metaforë, po nuk kemi njerëz, nuk kemi as poet mirë. Absolutisht. Nëse do të gjeje një metaforë e cila do të personifikonte prezencën tënde sot në këtë emision, si do ta përmbyllje ti prezencën tënde këtu sot? Njeriu që përpiqet që me qenien e tij të tregoj që thjeshtësia është gjithçka në këtë jetë. Dikur një filozof i madh grek, më i madh i Greqisë, ka thënë që mua që më njohin si filozofin më të madh të Greqisë, unë nuk jam në gjendje me sy të lirë të shikoj as hundën time. Juli, falenderoj shumë që solle dhe një ndërthurje, jo vetëm të dijes, të filozofisë, por mbi të gjitha të përvojës tënde, të thjeshtësisë tënde, të modelit që jeti. Mund të them diçka tjetër, se kjo është e bukur që ndërlidhet me këtë të parën. Është dhe një filozof tjetër që është rreth shekullit 17-18, nuk më vjen në mendje tani, një 18 vjeçar që nuk ishte bërë studime as shkolla as kështu, dhe në Paris, në Akademinë e Filozofëve, hyn dhe bërtet nga salla për një temë që ata kishin dhe thotë që e imja bërtet, të gjithë kthejnë kokat. Edhe ai thotë që në momentin që njeriu tha e imja, bota nuk është si më përpara. Kaq. Kështu që dhe ti do të mbahesh mend në këtë emision pikërisht për këtë mënyrë se si erdhe, për këtë modesti dhe për këtë dije filozofike dhe ndërthurje të bukur me gjithë artin tënd. Juli, unë të falenderoj shumë që ishe me ne dhe të kërkoj ndjes për atë ndërprerjen e mëparshme, por si pa kuptuar koha ka kaluar, pavarësisht të ndalesës, koha ka kaluar pa mëshirshëm me ty, dhe unë isha e sigurt që 2 orë do të ishin të mjaftueshme, megjithatë,
ne do të jemi sërish bashkë në një temë tjetër ndoshta më specifike, pse jo dhe në promovimin e librit tënd të ardhshëm, që uroj të jetë sa më shpejt. Uroj dhun. Ju falenderit shumë që më bët pjesë në këtë orë poetike. Faleminderit ty që ishe me ne, ishte kënaqësia jon dhe vazhdo shkruaj sepse shkruan bukur. Mos e lër. Faleminderit. Faleminderit të gjithëve që ishin me ne. Kemi dhe 3 mesazhet e fundit në fakt dhe dua t'i lexoj. Valbona Hadri është Sandri, një dëgjuese besoj e re e emisionit, por unë e njoh, është një poete shumë e mirë. Urime për këtë edicion të mrekullueshëm, ora poetike me Mimozën dhe Sandën, vjen si një gërshëtim i veçantë dhe shumë i bukur zërash, që jo vetëm fuqizon, por edhe ringjall shpirtin e poezisë. Fjala, ndjenja dhe interpretimi ndërthuren në mënyrë të harmonishme, duke sjellë emocione të veçanta për çdo dëgjues e shikues. Një punë e çmuar që meriton vlerësim të lartë. Sukseset më tepër miq dhe rrugtim sa më gjatë e të fryqëm në këtë emision të bukur artistik. Falenderojmë dhe Valbona Kolaverin që është me ne. Urime dhe vetëm suksese. Blerina Plumi, tingujt e shpirtit ngelen, ju përshëndes Moza dhe Sandri, faleminderit Blerina. Besoj që kemi qenë transparent me të gjithë mesazhet që kanë ardhur deri tani. Atëherë, i falenderojmë të gjithë dëgjuesit që ishin me ne, që janë fanatik të emisionit, që deri në këtë momente që shënon fundin e emisionit janë të pranishëm, duke ju uruar një vazhdim jave të mbar. Julit sa më shumë prurje në muzën poetike të tij dhe pse jo edhe në prozë, sepse Juli nuk e tham dhe nuk patëm kohë ta përmendim, Juli shkruan dhe në prozë, po kaq me substancë sa edhe poezin, që do të kemi rastin ndoshta në emisionet e ardhshme ta ndjekim edhe ta lexojmë dhe ta shijojmë dhe prozën e Julit. Natën e mirë të gjithëve. Natën e mirë. Natën e mirë.